Edhe pse është shumë sfiduese edhe realisht është një kontaminim qoftë politik, qoftë medial, qoftë edhe shoqëror që e ka prek popullin edhe shtetin e Kosovës, që vjen polarizimi i thellë, po flas e ka bërimin shumë a thellë, po realisht e ka prek edhe politikën, e ka prek edhe mediat, edhe e ka prek realisht gjithçka që po funksionon këtë shtet. Sot është shumë e vështirë me mërrit të lajmi i vërtet, po flasë kur ki të bëjsh me shtetin edhe me mekanizmat e shtetit për shkak se ka shumë burokraci, ka shumë blokad mrena institucione, po flasë për në kohën kur ka pas qeveri tjera, qasja ka qenë jo e letë, po me gjithat ke depërtu edhe ki marrë informacionet që ka të ka ndashtë edhe që ki synu me trajtu. Po flasë këtë 6 vjeqarën e fundit është kogja sfiduse. Nuk është për mashallat që thot populli kjo fjalë, për shkak se për herë të parë, unë po besoj mas lufte, ka kaq një polarizim mes gazetarëve, medjave dhe politikës, që ka s'ka ndodhur në qeveritë e kalume. Kjo nuk është për më gëzu. Qytetarëve, po mendon se gazetarëve? Jo, po flas gazetarëve, medjave në raport me politikën. E këtu tani hinë edhe qytetarët, cilët besojnë një subjektit politik, ai tjetri beson atij tjetrit, edhe krejt unë kjo për shoh që është nashta po e thëmë për herë të parë publikisht, po që e kom diskutu me kolegë fajtorër jem edhe na pak se unë po besoj që i shkon mirë se ka mundësi me kontrolu që të komunikimin rrjetet sociale, për shembull. Ka algoritëm, unë e kuptoj komendet krijojnë algoritëm, po ai algoritëm është kana bën dëm si shoqëni, është kana polarizon edhe është kana përçon shumë. Ka ofendime të rana, po ofendohen figurat më të larta këtij vendi, domethënë pa kurfar kriteri. Del ofendohet, për shembull, familja Jashari, familja Haradinaj, familja Kurti, X personi, apo kupton, veç pse nuk ka bindje politike të njëjtë. Unë po besoj që realisht mediat i shdash një farforme me nalë që të barutin që i po gjuhet në rrjetet sociale. Sipas direktivave të BE-s që i përmendi profa, i bjen që edhe te ti komenti nëse mu më fyn ose ka diçka kundër meje, ti e përgjegjës, se e ke leju. Po ne nuk po e zbatojmë këtë, pra faja është e mediat. Këtu ishtë dash krejt mediat nga me marë parasysh një farforme me marë si shqetësim. Edhe AGK-ja, për shkak se është institucioni realisht që ka përgjegjësinë kryesore të mediat në Kosovë, po unë fatkeqësisht thëmë që roli i sajna prej që është themelu, edhe pse që ka bo punë të mira, po nuk është që po marë tamon hakikat kështu e seriozisht me punën e gazetarëve, po besoj që ma shumë i kanë kqyrë interesat e veta e grupet caktume. Po jo, po japi menimin të ama, unë i respektoj një tonë, po unë e po flasë se qërë dikun është problemi, se ti nëse si e vetë kritik, atërë s'mun është mu përmisu, nëse s'nalesh me kritiku vetën, po marrë edhe unë gaboj, edhe unë kom gabimet janë njerëzore, po është më rëndësi kur të bëjsh gabim me përmisu, mësë me përserit ma, se na krejt jemi të gabushëm këtë tokë, s'ka njerët pa gabushëm, po është një fjallë urtë popullore që thotë kur ti gabon 2 herë, 3 herë, ajo të bëhet shprehi, edhe realisht ti po e bën qëllimisht. Kështu që unë po besoj që Kosova në këto rrethona që po flasim na, në situatën e cila është, realisht media për te vështirësive që i ka të veta, shumë të mëdhaja që i ka, qoftë financiare, qoftë me luftën që bëhet, ashtë qoftë inteligjencë artificiale, cila realisht propaganda është rritë shumë ekstrem. Ekstrem është rritë propaganda, është problem edhe tash çdo njoni ka Facebook vetën dhe farforme, çdo njoni e ki pa, na kanë shpërthy podcastat. Çdo njoni qel podcast, apo ku i te, s'ka kur që të keqe kjo. Këto podcastet kanë përshtypjen se është pjesa ma e qetë dhe ma e mirë, sepse ulen njerëzit bisedojnë, diskutojnë për tema tjetës, po komentet që shmin dalë. Tash që ty po rrjedhin dhe, se tash po qel njeri, për shembull podcast një faqe, për bën pe gjon një sponsor, ose s'po ka sponsor heq, aty po lëshohet të lifar fjallori, të lifar diskursi. Realisht që ajo po shpërndohet tani, dhe sa ka dhe media tjera, për shembull që e morën një titull, peq asaj e bën lajm. Dhe që kjo po më dhamë pak shqetësuese se na po e nxitim një farforme polarizimin edhe ma shumë. Edhe pse prapo du me besu, mediat në Kosovë janë shumë të mira, gazetarët janë shumë të mirë, po beso që hekun shumë. është sfiduese sot me qenë gazetarë. Minutave edhe të